Karaibe dhe pajisori lindor që nga fillimi i shtatorit. Duke folur nga rezidenca e tij në Mar-a-Lago në Florida, Trump tha se çdo varr që shihni është rrëzuar, vret 25.000 njerëz të varur nga droga dhe shkatron familje në gjithë vendin ton. I pyetur nëse SBA-t po planifikonin ndonjë sulm në tokë, Trump refuzoi të përjashtonte këtë mundësi, duke thënë nuk do të isha i prirur të thosha se do ta bëja këtë. Nuk do t'ju them se çfarë do të bëjmë me Venezuelën nëse do ta bëja apo jo. Mirë, kemi ndikur insertin dhe sot për diskutuar mbi këto zhvillime të tjera kam të ftuar ekspertin e marrëdhënieve ndërkombëtare, zotin Frymëzim Dauti. Zoti Dauti, ju përshëndes. Jo, faleminderit. Kënaqësi keni me mua sot. Zoti Dauti, për ta nisur me atë që dëgjuam së bashku në insert, pra Donald Trump ka mohuar mundësinë e një lufte me Venezuelën, por njëkohësisht ka theksuar, ashtu si e thamë edhe në fillim, se ditët e Nicola Maduros janë të numëruara. Pyetja lind se si duhet lexuar tashmë kjo deklaratë nga presidenti amerikan dhe është kjo një mënyrë për të mbajtur edhe presionin politik pra mbi regjimin e Maduros apo një paralajmërim nga ana tjetër për ndërhyrje indirekte të SBA-s në Venezuelë? Po kur flasin politikanët nuk duhet tu besojmë. Kuptohet që ai kur thot do desha që të ketë ndrim regjimi, ajo nuk mund të arrihet përveç se nëpërmjet luftës. Mirë po në bazën republikane Trumpi nuk ka mbështetje për këtë luftë. Prandaj edhe kur flet në televizion, sikur ishte rasti në intervistën e fundit, ai përjashtoi mundësinë për dërgimin e trupave ushtarak në Venezuelë, për shkak se i drohet që reagimit të republikanëve, të cilat janë të lodhur nga luftrat e shumta të Amerikës në përbot, dhe ata janë të lodhur jo vetëm për dërgimin e ushtarëve amerikanë, por edhe harxhimin e financave të mëdha, financa këta që janë të nevojshme që të investohen në ekonominë amerikane, për shkak se edhe amerikanët janë në një krizë ekonomike dhe ata nuk do të dëshironin që paratë e buxhetit të tyre të derdhen në për luftra të ndryshme. Mirë po Trumpi ka edhe një lobim të fuqishëm, sidomos nga ato latinoamerikan. Këtu duhet të përmendet lobi i Kubës, ka shumë ekzil që prej Kube kanë shkuar në Amerikë, prej tyre ka edhe shumë milioner dhe bilioner, dhe ata investojnë Trumpin, dhe ata kanë interes që të gjithë regjimet komuniste apo socialiste të rrëzohen në Amerikën Jugore, dhe ata bëjnë lobim që të sulmohet Venezuela. Dhe për këtë arsye, Trumpi ka dërguar një anije me aeroplan mbajtës dhe i sulmon edhe anijet e vogla në rrethin apo bregdetin e Venezuelës, fjala se ata mbajnë drogë. Mirë po ne e dim që droga vetëm merret si një arsyetim. Donald Trump e ka minimizuar mundësinë e një lufte të SBA-s në Venezuelën, por tha se ditët e Nicola Maduro si presidenti i vendit janë të numëruara. I pyetur nëse SBA do të shkojnë në luftë kundër Venezuelës, presidenti amerikan që edhe kësaj radhe do dalë i pasuksesshëm, për shkak se nuk e ka atë kapacitet Amerika që ta sulmojë me anë të trupave toksore Venezuela, për shkak edhe të relievit të Venezuelës, është e gjithë malor. Dhe nëse hin trupat ushtarake. Ta se dyshoj, nuk mendoj kështu, por ata na kanë trajtuar shumë keq. Komentet e tij vinë ndërsa SBA-t vazhdojnë të nisin sulme ndaj anijeve të dyshuara për kontrabandë droge në Karaibe. Administrata Trump thotë se sulmet janë të nevojshme për të ndalur rrjedhën e drogës në SBA. Trump hodhi poshtë sugjerimet se veprimi i SBA-s nuk kishte të bënte me ndalimin e narkotikëve, por synon të rrezimin e Maduros, një kundërshtar i gjatë i Trump, duke thënë se kishte të bënte me shumë gjëra. Të paktën 64 persona janë vrarë nga sulmet amerikane në Karaibe dhe pajisori lindor nga fillimi i shtatorit. Duke folur nga rezidenca e tij në Mar-a-Lago në Florida, Trump tha se çdo varr që shihni është rrëzuar, vret 25.000 njerëz të varur nga droga dhe shkatron familje në gjithë vendin ton. I pyetur nëse SBA po planifikonin ndonjë sulm në tokë, Trump refuzoi të përjashtonte këtë mundësi, duke thënë nuk do të isha i prirur të thosha se do ta bëja këtë. Nuk do t'ju them se çfarë do të bëjmë me Venezuelën nëse do ta bëja apo jo. Donald Trump e ka minimizuar mundësinë e një lufte të SBA-s me Venezuelën, por tha se ditët e Nicola Maduro si presidenti i vendit janë të numëruara. I pyetur nëse SBA do të shkojnë në luftë kundër Venezuelës, presidenti amerikan ta se dyshoj, nuk mendoj kështu, por ata na kanë trajtuar shumë keq. Komentet e tij vinë ndërsa SBA-t vazhdojnë të nisin sulme ndaj anijeve të dyshuara për kontrabandë droge në Karaibe. Administrata Trump thotë se sulmet janë të nevojshme për të ndalur rrjedhën e drogës në SBA. Trump hodhi poshtë sugjerimet se veprimi i SBA-s nuk kishte të bënte me ndalimin e narkotikëve, por synon të rrezimin e Maduros. Nëse mund të jenë pra vërtet pjesë e një strategjie antinarkotike, a mund të fshehen edhe një qëllim më të gjerë për dobësuar kështu edhe ndikimin rus dhe kinez në Venezuelë? Po, kjo është edhe qëllimi. Tani,
ky administrata e re e Trumpit, ata kanë një doktrin izocieleniste, mirë po vetëm për Amerikën, sa i përket. Ata nuk duan që të jenë të involvuar në luftrat në linjën e mesme, në Evropë, me rastin e Ukrainës dhe me Kinës, por ata duan që ta kontrollojnë të gjithë Amerikën Veriore dhe Amerikën Latine. Prandaj edhe me hyrje në detyrë të Trumpit, ata filluan një luftë ekonomike me Kanada dhe thonin që do ta bashkojnë Kanadën me Amerikën, donin që ta merrnin edhe Greenlandin, që ta sigurojnë të gjithë Amerikën Veriore nga një sulm i mundshëm i Rusisë apo i shteteve të tjera. Po ata po ashtu nëpërmjet kësaj strategjie duan që ta largojnë influencën e Kinës, sidomos në aspektin ekonomik, për shkak se shumë shtete në Amerikën Latine kanë qasje socialiste, si për shembull presidenti i Brazilit është socialist, presidenti i Kolumbisë socialist, dhe shtete të ndryshme këtu hyn kuptohet Venezuela, mirë po ka disa shtete që ndryshojnë regjimet, po ka një tendencë socialiste për shkak se ka popullat shumë të varfër në gjithë Amerikën Latine. Sikur shtet më i varfër është Bolivia dhe kryetari i saj Evo Morales, më duket se quhej, gjatë 2 dekadave u detyrua që të tërhiqet dhe tani nëpërmjet një grup shteti, mendoj që gjastistët e kanë marrë përsëri pushtetin dhe ka gjithmonë ndikim të Amerikës, sidomos për shkak të litaniumit dhe pasurive të tjera natyrore që i duhen për industrinë e veturave dhe baterive në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po ashtu për naftën, për arin. Dhe kjo merret si pretekst droga, mirë po Venezuela nëse prodhon drogë, ajo është kokainë, dhe kokaina është shumë e shtrenjtë, dhe amerikanët apo ata që vinë rastet e vdekjes në Amerikë nga droga, nuk vinë shumica nga kokaina, po vinë nga droga të lira, droga kimike, e fantanol, apo si quhen fetanol quhet, dhe ajo kuptohet që nuk vjen prej Venezuele. Dhe vetëm kjo është një arsyetim për ta sulmuar, për shkak se kemi pas edhe raste të tilla në të kaluarën, intervenimin në Panama, fjala për luftimin e drogës, kokainës, dhe presidenti i atëhershëm i Panamas, një general i cili ka pasur pushtetin, ai mirret dhe futet në burg në SBA. Një scenario të tillë dëshirojnë që ta bëjnë edhe me presidentin Maduro, po kuptohet që nuk do të arrijnë atij qëllimi. Ata u përpoqën edhe në periudhën e Hugo Chavez, i cili ishte para presidentit Maduro, që ta ndrojnë pushtetin dhe organizohen disa grushte shtete. Mirë po të gjithë dolën të pasukseshme dhe besoj që kësaj radhe do të kemi një situatë të ngjashme. E qartë. Zoti Daudi, nga ana tjetër, në deklaratën e fundit Trump ka përdorur të njëjtin ton pra ndaj Venezuelës, Iranit dhe Koresë së Veriut, pra kërcënim përmbajtur, po pa veprime të menjëhershme, po i shuaj. A mund të quhet kjo si një pjesë e një doktrine të re të politikës së jashtme amerikane, pra një tension i menaxhuar që synon të ruajë këtu edhe ndikimin global pa përfshirje të drejtë për drejtë ushtarake? Po kjo është edhe doktrina e re. Doktrina e re e SBA-s është fjalë boshe. Pra vetëm flasin do ta sulmoj këta duhet të veprojnë ashtu, sikur mendon sikur është kryetari gjithë botës dhe jo kryetar i zgjedhur vetëm me votat e një pjesë të votuesve republikan. Pra kjo është çështje psikologjike për Trump, i cili mendon se nëse thot diçka, ajo duhet të zbatohet. Por kuptohet që Korea e Veriut asgjë i konsideron fjalët e Trumpit, për shkak se ata kanë një ushtri të mirë organizuar, kanë edhe bomba nukleare dhe as pak që mërziten për idetë e Trumpit dhe fjalët e Trumpit. E njëjtë është rasti edhe me Irani. Irani ka po ashtu një sistem mirë të organizuar dhe ushtri të fuqishme dhe çdo kërcënim